është paraqit forma maketi për të marrë edhe opinionin e gjerë, veçanërisht specialistëve të ndryshëm, për përmirësime, për saktësime, për gabime njerëzore që mund të ketë. Kjo ishte përgjigjja e kryetarit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, Skënder Gjinushi, mbi debatin e krijuar rreth fjalorit të gjuhës shqipe, duke tejkaluar polemikat me rëndësinë e projektit. Por në tërësinë e vet, absolutisht është vepra më me cilësi, më madhore që është startuar deri tani, dhe dëshmoj pikërisht atë që nuk është se mungojnë kapacitetet, por duhet dhe investuar. Zbuloi numrin e vizitorëve online që ka marrë fjalori para se të publikohet. Ka kaluar mbi 10 milion klikime, kërkime, shqiptar në tëra hapësirat, dhe Shtetet e Bashkuara mund të ketë kaluar rreth mbi 500.000, 600.000. Kjo tregon atë urinë që ka dhe komuniteti shqiptar për këtë fjalor. Enciklopedia shqiptare dhe fjalori i madh i gjuhës shqipe janë dy nisma madhore nga bashkëpunimi midis dy akademive shkencore të Shqipërisë dhe Kosovës. Edhe një variant i sintetizuar i historisë së shqiptarëve. Kontribut thelbësor vjen edhe nga kolegët kosovar dhe me përfshirjen e hulumtimeve nga të gjitha trevat shqipfolse, çka e thekson kryetari i Akademisë Kosovës, Justina Shiroka Pula. Dhe i kemi involvuar dhe shqiptarët e Maqedonisë, Preshevës e kështu me radhë. Po ashtu pritet që në të ardhmen ky partneritet të vijojë edhe më tej, si në projekte të ngjashme ashtu dhe në përditësimin e fjalorit. Dhe do t'i stimulojmë gjeneratat të reja të bashkëpunojmë, ta ngrisin atë vlerën shqiptare që e kanë. Fjalori i madh i gjuhës shqipe përmban rreth 125.000 njësi leksikografike dhe konsiderohet si fjalori më voluminoz i gjuhës shqipe deri më tani.